Jemi në studio dhe po shumë faktet që më shkruan vlen me shumë interes Stefan Kokoneshi që jeton në Rumani dhe në lidhje me produktet ushqimore, produktet që konsumojmë, na sill eksperiencën atje. Dhe thot, disa nga ushqimet në Shqipëri thot janë të pasigurta, nga perimet deri tek mielli thot që importojmë nga Serbia. Unë po flas për miell thot që vjen nga Serbia, përse nga Serbia dhe jo nga Rumania për shembull thot. Rumania furnizon shumë vendet e Europës, përse nuk marrim miell nga Rumania, mielli nga Serbia, a bën analiza, po kështu thot me qumshtin e shitur nga fshatarët në bujqësi duhet këtë kontrole nga bashkitë me specialistë. Çmimet në Rumani thot kontrollohen nga shteti, kush abuzoni sekuestrohet malli edhe i vendoset gjop. Po kështu thot për domatet, kastravecat, lakrat, më përpara thot se të shkojnë treg, u bën analizat, çdo produkt shoqërohet me fletën e analizave të laboratorit përkatës. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. E theksoj edhe njerë, kurse si nuk duhen të dëmtojmë prodhimin vendas e tjerë, por për shkak se hallkat nuk kanë funksionuar, ai që ka ndodhur për vërtetës është e rëndë. Mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjojmë edhe mundje. Urime nga Tropoja. Faleminderit. Urime për misionin, urime si gazetar. Faleminderit, falenderoj një skrapali, por që jeton në Tiranë, dhe të përshëndet nga Tirana tani. Megjithatë, urime nga Tropoja. Rujma zot, jem ka foli me burt mija, jam kajnonë që jem malsorën e ti. Patjetër. Të dëgjoj. Ta është dhe flasë për tem në ditë. Po. O vlajim, o shokojim, o gazetojim mira, po të vesë mja po për shqiptar ushqime që hanë, e konsumon. Fone e misit, e merë, e mirë në tokë, edhe 2 kile po e misi, njona gjoja andi ose unë, nga Tropoja, nuk dalin një loj. Ka pos një që kanë mirë misin, e kanë kur, e nuk kanë marrë një kalamash, si të një pjallën të... Kanë bjellë misë e u ka dalë grurë. Sa për të pjetë... Në thojzë. Jo grurje, po bo misë përe. Po, bravo. Sa për, këtë të mdite, popësën shqiptarë e rujtë zoti me konsumim, edhe si të mdite një dëmote, den bëmësur mas një jore, e hapë me dorë, gjysë ma kush, gjysë ma verë, edhe me të ardhin një anës me ble me futën qete, e marë të shtja jote. Sa përsa konsumo popë shqiptarë, e kontrolin që i bënë. Popë shqiptarë, për konsumimin që hanë ushqimore, ata dhe të mirujtë zoti. Sa për pesticidet, për helmet që qitën dëmatës, peca, kasaveca, atë lejkë qoftë, një tëtë një tyne, i haun me gojë pëse po mytin mua. Lektja u paguim na, aty në burit hujse merë lektaj. Po, sa bojnë efekt atë, një tëtën, që nga patatja, zhoja me hjek, bobosin e thobë në marësot, e deri të me apunit, atë një tëtë një tyne i konsumojnë, i haun sa pëse po mytin. Te për jetë sa për bujësi, e punit për edhe për të myllë, një dilim tokun, në bërë shpisteme, me mil, edhe me përzua, me thyë, me jetë plejnë e për në ta, ku ti vishti në bërtem me pi kape e zamë jë nga Tropoja, unë nuk dal jeke jek, me dilim tok, dhe i vetëm këto. Me thyëmin, me përzimin, me plejnë, po hime e përshik, po hime e ujit, po hime u morë me ta. Faleminderit. Ty të zoti, e falem në shumë për respekt në përkojnë që më dhe. Faleminderit, përshëndes për telefonatën.